E jo, përshëndetje, shqipe mirë se vini tek një video e re ku sot do të lozi me super lojën e cila quhet Car Parking Multiplayer. Është një lojë që ma keni kërkuar vërtet disa veta, më keni thënë që luaje dhe unë si që thash do luaj çdo lojë që ju kërkoni, kështu që sot po luaj me lojën Car Parking dhe si që shikoni kam vetëm këtë makinë shqipe. Se kam makinë të tjera, më vjen shumë keq që nuk kam makinë të tjera, kështu që më vjen shumë keq. Okej. Shqipe jo se kemi vetëm atë makinë, i kemi gati gjitha makinat edhe po si kemi tani i blejmë gjitha, kështu që në fillim do hecim me bishën. Për mua kjo është bisha e makinave, është makina me mirë që më pëlqen më shumë për mua. Kështu që shqipe e di që mbase jeni kështu, ju vini natë që s'ka zë, po me zë dëgjohet më shumë fare zëri se sa unë, kështu që e di që nuk as juve nuk do ju të reqi loja, kështu që doja të thoja sorry kam thënë kështu që po s'ka problem. Doja t'i thoja domethënë shumë faleminderit për 155 subscribers. Vazhdoni me këtë ritëm sepse do vemi 200 subscribe, kështu që GG, si që shikoni kjo është makina shqipe, ja dalive jashtë me slow motion, okej, shqipe, kjo është makina e sinini patrisini, okej, lërë fare. Shqipe, besoj se ju pëlqen makina, në qoftë se doni makina vetëm më bëni friend. Dhe ja prit të ta tregoj dhe emi se okej, do ja tregoj pasi të bëj të xhiron. Do mundohemi të vemi në ky qytet, të vim pra te ky qytet, por të vim pa, domethënë të vim si qytetar tamam, jo pa gërvishte ose pa kështu. Kështu që do mundohemi mos të përplasemi. Okej, hypim në makinë. Si s'po na del shenja, okej. Hypim në makinë shqipe. Qofse keni qef, ja u tregoj dhe pak nga brënda. Marshin e ka te timoni. Kështu është lux fare si makinë, kjo është makinë shumë e mirë në mendimin tim dhe besoj se makinë la kam vënë, po. Për ta bërë më të vështirë, po e arrisim të gjithë, po e di sa e vështirë është sepse këta për shembull ndrojnë pozicionin, po e ndrojnë shumë fare shpejt, kur ti vetë shumë afër ata ndrojnë, kështu që është shumë pak shans që mund të vesh, kështu që let's go. Okej, heci me makinë. Jemi për momentin me 180. Okej. GG. Adrenalin me 260. Shqipe si që pat aty deshu për plasëm, kështu që është vërtet një loj shumë, po shumë e vështirë. Kështu si që shkoni po regulloj dhe qik kamerën. A ju thashë shqipe? A ju thashë janë, shikojni vetë në replay, që do me thënë e ndrojnë shumë fare shpejt. Këtë direkt, do me thënë si që janë këtu shumë avash. Po, prit, se ti mos ma kalon. Si që janë këtu shumë avash, hop, ven këtu. Ja, po hajde, edhe këmë për plas. Hajde këtu. Okej, si që shkoni me këtë makinë, humbëm, kështu që do provojmë një tjetër makinë, kush të na bjeri, hajde. Me Bugatin. Është një Bugatti që më pëlqen shumë, në thënë të drejtën, dhe let's go me Bugatti. Kështu që shpresoj të pëlqejë kjo lojë. Kush ka ide të tjera për lojra të tjera, të më thot, vetëm të më shkruaj koment dhe kryesorja është subscribe. Kush bën subscribe? Respekt, kështu se dua të mbri 1k suba. A mendoni o shqipe se do vemi 1k suba për 3 muaj? Unë për vete në qofse marr 10 subscribers tani për 100 ditë vete. Kështu që të gjithë bashk. Okej, që shkoni ky Bugatti se ka dhe të modifikuara, kështu që ka shumë i shpejt, o vlla.
Se në basën e video nuk duket thoni jo, po, se e letësh. Po shumë e vështirë në fakt që të ecësh me kaq. E pat bëra frenova në kohë sepse ka dhe naka që je këtu për shembull ai ty bën drejt në makinë. Kështu që unë di një rrugë të shkurtër tani, okay, pse po rishket more kaq shumë ky. Deri tani naft kemi dhe pak. Kështu që unë di një rrugë të shkurtër tu direkt për të kaluar disa makina, por duhet të frenojmë, desh e kapëm, okay. Tani unë shipe bëj diçka, mos, pas ka makina. Sa do që ajo është vije pa ndërprer tani, unë përsëri do kalojnë para kalim, shit. S'po kalon do këtu se shumë makina paska. Jepi. Oke. Unë jam shofer si Mr. Bini çuna, kështu që edhe në jetë reale mos bina këto budalla që mos më qenë policia, kështu. Okej. Shipe videon tjetër besoj se do të lozim një lojë horror, por një lojë që duhet surprizë. Vetëm like, vetëm subscribe. Kështu deri tani me këtë makinën po eci mirë. Më duket se përplas. Po shipe siç e pa, tu përplasëm me thënë drejtën se dhe ai kishte ndaluar, kështu që tu përplasëm. Që sa thash me këtë makinën po eci mirë. Na doli që s'ecë mirë. Okej, po filloj me një makinë tjetër, hajde, unë ja bëj kështu shipe derisa të zgjidhet vetë kush makinë është, kështu që çfarë makine nara. Nëse thuaj. Kjo është makina që na. Më thoni nëse doni më shumë video kë makinë të zgjedh dhe radhën tjetër dhe ta bëj për shembull të bëj një udhëtim të gjatë. Se kjo loja më shumë për kështu është, me thënë të marrësh makina, të bësh udhëtime, më për vetëm më pëlqen të edhe më i modifikoj, por më shumë të bëj në udhëtime më qenë. Se më duket si një jetë reale, kështu që e rregulloj mirë kamerën se më duket si shtrëmbër dhe let's go. Okej. Që shkoni kjo makina ecën shumë avash. Jemi me 80 në orë për momentin. 80 në orë avash. Mirë, më mirë avash se mban makinën pak se sa shpejt e shpejt, por unë prap para kaloj njerëz. Ja, e pesi e ndryshoj direkt a i lani aty. Kështu që jemi me 120 në orë, por që mua s'po më duket vërtet si 120 në orë, po më duket si shumë fare pak. Kështu që duhet të rrim dhe në një pozicion se jemi keq këtu. Duhet të ndrojmë dhe në line avash. Dhe gaz. Okej. Jepi. Dhe pum, le fal. Okej. Një loj, pse mos ta ndryshojmë çik stilin e lojrave, se ngelëm duke lozur jo Roblox, jo stres, jo acarim, është një loj, domethënë që thjesht je duke një makinë dhe thjesht hesën chill, bro. Kështu që 400 për të marrë reward, po. Me këtë as me 200 s'po vete dot. Hajde këtu mbas e kap që i ka që shti dyshez. Hajde 170 e ca. Iko, bro. Okej. Shpresoj të përplasemi sa më shpejt me këtë makinën mos. Këtë do ndroj line 100% se kur i rinaj që avash o shipe, i ndroj line se duan t'ja para kalojnë, domethënë. Këtu dhe këtë vështirë kjo. Okej. Okej, me këtë derë tani vërtet jemi të ecë mirë. Prit se nga mirë. Okej. Ndroj line. Shipe, unë nuk jam për shofer. Kështu bëhet kjo makina tjetër, vetëm për plasje. Okej. Se këqëlluan me kallashtin në lagja ime, por s'ka problem. Bisha ka, kështu që let's go. Hajde. Unë shtyti kam mbyllur shipe. Kështu që thjesht po provoj.
Hajde, kush makin? Opa. Makine Formula 1 si. Që shumë mirë. Tani po. Tani flasim ne. Ama nuk është dhe të thjesht se do eci shumë shpejt dhe, okej, duhet të mbush makinën me naftë, kështu që karburantin më të afërt dhe mbush. Okej. Ka një gjë të keqe, kjo ka këtë në mes, kështu që duhet, në fakt, nuk e di se si t'ja bëj, kjo duhet t'ikur. Kjo duhet t'i iki se mund të kesh makinë për shembull të para dhe nuk e shkon dot. Okej, shipe, ke qenë ka shpejt fare. Apo frenon shpejt pak se... Hamomi. S'po frenoj ka i shpejt o shipe për zotin, po që të pak në kur të ndonë a një lajnë të frenon të gosht. Okej. Që ti bëj presion, Okej, se më shaka. Do futem këti dhe do jedh nafta. Më thot njëri se qfar lloj benzine kanë këta. Më mbushtu për momentin. Do isha i lumtur në qoftë se do kishte zë, po çështja është sepse dëgjohet shumë zëri lojes pastaj dhe unë dëgjojmë si një miz para këtij, okej. Po e mbushim deri në gjysmë për momentin, se s'kemi aq shumë lekë, kështu nuk është thjesht për toja të prisja. Okej, shumë makina, bëra gabim që e bëra full me makina, se ka shumë makina, kështu që unë drejt për drejt. Shumë makina, okej. Hajde. Okej, GG, parakaluam ta. I parakaluam, kështu që GG's. Shpresoj t'i ke pëlqyer kjo lojë shipe. Dhe pse mos i pëlqej, sepse është një lojë e bukur. Kush i pëlqen makinat, njerë ishte loja perfekte. Shi GG's. Këtë. Deri tani mirë po eci me këtë. Okej. Hajde me 200 euro, asa shpejt që po eci njerë. Gjë e mirë është se kjo është makinë e vogël dhe mund të futet në shumë edhe për shembull, ja. Dung, deshu për plasa, okej. Se unë dua të bëj një speedrun, kështu që po presim çik ta, t'japim gaz dhe okej, GG's. GG çuna nuk e kapëm. Nëse do një shkoni dhe replay, bëjni replay dhe shkojeni që nuk e kapëm. Makinën, kështu që se shumë makina ka, valla, kur të pëve full, ka shumë makina në atë dy anët, okej, se më ngec një moment dhe desh për plasa. Kështu po dalë qik. Shipe, përfundimisht, unë nuk jam shofer. Jenë shumë keq, por unë nuk jam shofer. Kështu që po provojmë në një makinë dhe pastaj videoja mbyllet, se në këtë lojë, do të thënë me makina nuk është se ke dhe çfarë bën shumë fare. Nëse sot vërtet na del koha, mund të hedhim edhe 2 video, okay? Si thoni? Mendoj se do ishte mirë. SLR. Hajde njerë me SLR, mbase bëjmë diçka. Dhe me SLR. Kështu që vetëm subscribe o bro, të vemi sa më shpejt 200, sepse do ketë shumë lojra të reja. Do ketë shumë, po kur them shumë lojra të reja që do vinë, plus sa më shumë subscribe aq më mirë. Dhe aq më shumë lojra, do të thënë më të bukura, se një subscribe një lojë më e bukur akoma, kështu. Por më sugjeroni dhe ju lojra, kështu që le të ikim me SLR-ën ton. Okej. Makinë e bukur na brenda. Shumë po e mbajmë me një dorë, shipe, ja shikojeni, me një dorë, ja prit.
Okej, sa bukur, me një dorë. Me një dorë me 230 metër të trafik, kështu që GG's. Derisa të ham kokën, tani mos. Okej. Shpëtova. Një ku futa kështu në rrugë të gabuar. Okej, bravo! Se kjo është pjesa me vështirë se kjo rruga shqipe se shumë je me shpejtësi fare vetë drejt për drejtë. Disa jam plastur aty. Se këtë lojën e kam lozur shumë e thënë të drejtën që në 2000 që kur doli. Se as vetë se mbaj mend vitin kur doli kjo, por që kur doli domethënë e kam lozur shumë fare si lojë. Ka qenë një nga lojrat më të preferuara. Shi që pata ai tipi aty u fut keq fare, por unë e mbajta dhe nuk e mbajta dot. Shikoni replay shqipe që mu kap aty te muri dhe ja ku e kam dhe të prishur, në qase s'besoni. Se këtu e kam normal, këtu e kam prishur. Kështu që shqipe nuk e dia ta provoj dhe një makinë. Pa dini çfarë shqipe po provoj dhe një makinë. Makina e fundit që do e provoj, do e zgjedh vetë dhe është një makinë që më pëlqen shumë e thënë të drejtën, do ja ndroj çik ngjyrën, do ja bëj blu. Ajo kështu blu. Ish sa bukur që po i ri kjo bluja këti. Edhe rrota të shqipe se s'po më qenj shumë. Okej. Po i vë këto rrota ty super lux. Dhe kjo makina është gati për çdo eksperiencë. Okej, do mundohemi mbase e kaloj me këtë sepse ju thash, nuk mbase kush e shkarkon lojën, provojeni dhe me makinën e parë fare. Ta shikoni dhe vetë që shumë e vështirë kur ka shumë makina në rrugë, sepse nuk e kupton kur ai do e ndroj atë, e kupton? Kështu dhe për plasësh dhe shumë e vështirë për ta kontrolluar në telefon. Okej. Ama është një lojë që mua personalisht është një nga lojrat, jo një, po është një nga lojrat më të bukura me makina për mobile. Është top 1. Për mendimin tim, nuk ka asnjë lojë tjetër që ja kalon. Ndërsa kush din ai lojë të bukur me makina, sepse mua më pëlqejnë lojrat me makina, kush din ai lojë të bukur të thot, domethënë. Kështu që me 200 orë me R8-ën. Okej. Freno, okej. Okej, shqipe. E njëjta rrugë, e njëjta aventurë, por ndryshe makinat. Njëra me shpejt, njëra me avasht. Që mua R8-a me thënë drejtën dhe në realitet pse mos a kisha një R8? Shumë lek ama. Okej. Ta bëjna që kamerën kështu që të dukemi si gango, le fare. Okej, shqipe, dhe po ecim këtu me një shpejtësi të madhe. Dhe që shikoni, jemi këtu me këtë rrugën e shkurtër dhe ajo është një sekret i rrugës, kështu që GG's. Okej. Shikoni si Mr. Bean hyrëm dhe super plasë me të tënë. Okej. Jepi gaz. Okej. Jepi shpejt. Abra. Që shikoni shqipe, në basë nuk e kuptohet, por vërtet u përplasën prap, kështu që i makinë e bukur me të drejtën. Për mua kështu me këtë ngjyrë më pëlqen, kështu që po e lëm këtu, po ja uzlëm rrugën e njerëzve. Kjo që video shpresoj të ketë pëlqyer, mos harroni të bëni like, subscribe dhe comment. Bye bye.